tashmë nuk kanë shku të ubla tjetër me mush ujë, po kanë pas ublen, pra kanë pas hisën e ujit vetë. Për çka janë të rëndësishme këta ublet, dihet që në kraj nuk ka ujë burimor, nuk ka kroje, edhe nuk ka burime të tjera ku banorët këtu kanë pas mundësi me mush ujin, kështu që ka ekzistu një lloj organizimi shoqëror, edhe organizim familjar, ku mëngjes herët janë çu, kanë ardhur në për këto lokalitete, kanë mush ujin dhe janë këtu në për shtëpia ku gjatë krejt ditë se kanë pas ujin e siguruar në për shtëpia dhe në për familjet e tyre. Gjeneratat e mia, po edhe ata më të hershme, kur kanë qenë fëmijë, përpas se kanë ardhur me mush ujin, këtu në akşam janë mbledh fëmijë dhe kanë zhvilluar jetën e tyre edhe shoqërore dhe jetën e tyre edukative edhe sportive. Pra, nëse i pyesim bashkëmoshatarët e mi, pra pak më të mëdhenj se jo, ata ju tregojnë se këtu janë mbledh shpesh dhe kanë kaluar një pjesë bukur të ditës. Për çka janë të rëndësishme tjetër ublet, sipas një organizate ndërkombëtare trashëgimisë kulturore, UNESCO, që merret me edukimin, shkencën edhe kulturën. Këto lloj ndërtimesh që kanë përbamje historike, kanë përbamje kulturore, kanë përbamje edhe shoqërore, i quhen si ansamble. Pse quhen ansamble? Sepse në vetveti këto secila njësi e këtyre ndërtimeve, në këtë rast ubleve, e ka një histori të vetën, e ka një trashëgimi të vetën, edhe e ka atë çka është më e rëndësishme, procesin jetësor për njeriu. Çka quhet trashëgimi dhe çka quhet trashëgimi kulturore. Trashëgimi kuptohet është diçka që një paraardhës ja lën trashëgimi një pasardhësi. Këtë rast trashëgimi kulturore quhet ku një paraardhës ja lën trashëgimi një pasardhësi, një gjë me vlera më të mëdha se sa personale, një gjë me vlera që ka përhapje edhe shoqërore. Ka arkitektura i përket rritit latin, që i bjen kish katolike dhe jo ortodokse. Pra ka planimetrin që i përket tipologjisë të kishave katolike, ashtu si janë tana kishat në Evropë, dhe jo prej lindjes. Vetëm ylli, që ka paraqit prap diellin, prap edhe dielli është një farë ylli. Këtë rast nëse du me zbërthyr këtë mënyrë, kena 3 simbole të ndryshme të diellit. Tash ndikimi i hebrejve këtu te na, ala nuk e dim, ose nuk e dim sakt se çka ka qenë, pse më ndikua ajo gjë këtu. Por thjesht është një simbol që është shumë i dallueshëm edhe shumë i zakonshëm te varrezat në kraj.